agjencia Reuters ka publikuar një artikull që ka të bëjë me këto arrestime dhe tashmë është bërë edhe lajm ndërkombëtar arrestimi i këtyre komisionerëve. Arjan, përveç mediave që kemi raportuar në vazhdimsi, edhe platformës online që e ka ofru KQZ-ja në këtë rast duke tregu sa është dallimi në vota, a i bie që këto janë shtys pak a shumë edhe për institucionet e drejtësisë që të merren më intensivisht me këto çështje, duke marrë parasysh edhe diskutimet që i kemi pas në vazhdimsi për besueshmërinë ndaj organizimit edhe menaxhimit të situatave që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor. Në fakt, procesi i numërimit, sidomos përtej partive politike sa i përket kandidatëve të cilat janë bërë rëndom me komisionerë të partive përkatëse, konsideroj që ka pas një neglizhencë pra ndër vite, sidomos tash edhe mund ta dëshmojmë, sidomos pas disa deklaratave të kandidatëve për deputet, cilët ndër vite kujtojmë edhe në kontekst ka qenë një kandidat për deputet, e po ashtu edhe në vazhdimsi pas fillimit procesit, ku kanë deklaruar që e kanë konsideruar si normale faktin që gjatë kësaj procedure mund të ketë edhe devijim të votave apo vjedhje lirisht mund ta quajmë, kështu që sidomos pas këtij rasti mund të jetë ndoshta një shembull që sidomos në procese tjera zgjedhore, sado që aktualisht mund të duken të larta, pra sidomos në zgjedhje parlamentare pra pas 4 vjetësh,